Kam sjell recetën e sarmave të rahovecit, të cilat përgatiten me fleta rrushi, mbushja bëhet me gjizë, oriz, qep, kurse zbutja e sarmave bëhet me jogurt apo ajran. Besoj se kam ju përkry receta kur ta shihni videon në vazhdim. Fillojmë me përgatitjen e këtyre sarmave shumë të shijshme, të cilat më shumë ti përgatiten nga ana e rahovecit. Në një tigan shtojmë 2 qep mesatare, cilat I kam coptuar në copsa të vogla. Qofse përgatitni me për masa më të mëdha, atëherë 2 fishani, 3 fishani masat, për mu këto masa janë mjaftueshëm. Dhe I shtoj në vaj. Mund të përdorni edhe vaj ulliri ose vaj lule gjeni, varet nga dëshira. Dhe I zjarrin dhe në temperaturë mesatare I fërgojmë qepët duke I përzirë derisa të zbuten ato mirë. Qepët janë zbutur mjaftueshëm. Tash shtojna një gotë me oriz, cilën e kam pastruar, e kam larë dhe e kam punuar mirë. Gota 200 ml është. Dhe ja shtoj një gjatë zafine për ajo. Dhe masën e përgoj pikon për 70 minuta në këtë temperaturë, duke e përzirë vazhdimisht. Masa është përguar mjaftueshëm. Tash I shtoj në vegetën apo kripën, një shtoni sipas dëshirës, unë dhe ja shtoj një lugë gjysmë të mesme dhe një lugë gjelle me biber të koq. Pikim zjarrin. E përzijmë masën mirë që me leza të përbashkë, në përqes t'i doni. Dhe masa është gati të largohet nga zjarri, e largojmë nga zjarri dhe e lojmë që të ftohet dikon rreth 15 minuta. Derisa orizi të ftohet, ne marrim fletat e rrushit dhe I vendosim në një pak më të thellë. Kam ledhë të fletat freskta, ju mund të përdorni dhe të konservuara, qofse nuk keni të freskta, mirë po tash sezonën e verës ka gjithë verën, kudo fleta rrushi, dhe ju hedhin ujë val të nxehtë që të zbuten, pra duhet që të zbuten mirë. Dhe I rrotullisim nga pjesa e poshtme, që nga pjesa tjetër të bëhet zbutja mirë, dhe fletat e zbutura I marrim dhe I kalojmë në njërin tjetër, I pullojmë mirë. Shumë shpejt bëhet zbutja si që shihni. Orizi është ftohur mjaftueshëm, tash e shtoj në një gotë e gjysmë me gjizë. Për te I të bëhen shumë të mira këto lloje sarmësh. Dallojmë pak nga sarmët e zakonshme me fleta rrushi. Ja largojmë tash këtë fletën e dafinës dhe e përzijmë masën mirë. Kam përzier masën mirë, tash marr fletat e rrushit. Fletat e rrushit janë zbutur shumë mirë dhe I kthej nga ana e mbrapsht dhe vendosim mbushjen në mes. Dhe bëjmë rrotullisjen si të sarmëve të zakonshme. Ja, pra ka ndalë shumë mirë. Marrim një tavë dhe I vendosim direkt. Qofse I vendosni një tavë cinku, atëherë në pjesën e poshtme shtroni fleta rrushi kështu, që mos nxiten gjatë pjekjes, që mos digjen gjatë pjekjes. Fletat e rrushit do I ndihmojnë, kurse tava e dhejut është më e trashë, nuk depërton. Në këtë mënyrë vazhdojnë në tutje me rrotullisjen e gjithë sarmëve. Dikon një lugë gjelle është mjaftueshëm
për se cilën sarme. Edhe kështu në mënyrë njëjtë vazhdojnë tutje me gjitha. Vetëm se më duken që t'ja jap masinin një të gjithave. Pjesëve që u ka ngelur pishti ja largojmë ose se skuzojmë që pishti të ngelet në brendësi sepse do ja prish furrë. Mënyra e njëjtë vazhdon tutje. Kam rrokollisur gjithë sarmat, kam mbushur tavën, ka ndalë për mrekulli, shumë ka ndalë mirë. Tash sepër ja shtojna 2 gota nga 200 ml me jogurt apo me ajran. Ndohem kështu mirë, t'i mbuloj. Dhe i fos në furrë të nxehtë 220 gradë, gjeri sa të shtërrët lëngu, dikon rreth 30-35 minuta, gjithmonë varet nga furra juaj. Derisa sarmat janë në furrë, ne përgatisim masën që do ja hedhim sipër. Kështu në një inç shtoj pak vaj, dikon 2-3 lugë gjelle, dhe ja shtoj pak biber të kuq. Dhe i zjarrim në temperaturë mesatare masën dhe përgoj rreth 1 minutë e përzi kështu vazhdimisht që mos digjet biberi i kuq. Dhe masa është gati që të largohet nga zjarri, kujdes që mos digjet biberi. Tavën e kam largu nga furra. Ka fillu që të shtërrët lëngu. Tash ja kalojna masën e përgatitur me vaj dhe biber të kuq. Kështu e përhapi mirë. Jep një shije shumë të mirë. Dhe përsëri tavën e kthejna në furrë derisa të rreshkohet sipër masa. Dikon për 10 ose 15 minuta në të njëjtën temperaturë. Sarmat i kam largu nga furra, tash i lojna që të ftohen dhe janë gati për konsumim. Tava shtohu me sarma pak, i largohet një 2-3 pjesë dhe të shihni se si ka ndalë. Besoj se ka ndalë shumë të mira. Një pamje shumë bukur dhe në shije janë kështu të mira. Ta ndaj një dhe ta shifni se si ka dalë nga mbretësia. Ja dhe si duket mbretësia. Besoj si u ka pëlqyer motra dashura mënyra se si përgatis sarme raveti
mbushura me orez, qepë dhe gjizë, gjithjo që i përgatisni në këtë mënyrë ju bëfshin mirë. Faleminderit që ndoni vazhdimisht kohë për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.